Atentatori turq që në vitin 1981 plagosi Papa Gjon Paulin II ka vendosur të shtunin një buqet me lule në varrin e atit të ndjerë në Selinë e Vatikanit. Ky veprim vjen kur janë bërë plot 31 vjet që nga dita kur Papa vizitoi Ali Akça në burg dhe fali atë për atentatin. Ali Akça kreu 19 vjet burg në një burg të Italisë për faktin se qelloi Papën 2 herë në distancë të afërt. Motivet e këtij atentati mbeten mister ende sot e kësaj dite. Më pas, atentatori, dikur antar i fraksionit turk Ujqit Gri, bëri edhe 10 vjet të tjera burg në Turqi në akuzën e vrasjes së një gazetari. Sot 56 vjeçari vendosi trëndafila të bardhë në varrin e Papës në vizitën e tij të parë në Vatikan që nga atentati i 13 majit 1981. Papa mbeti i plagosur rënd nga një plumë që i depërtoi në bark dhe një tjetër që përpak i preku zemrën. Ndërkohë, zyrtarët e Vatikanit i kanë refuzuar për të dytën herë turkut Ali Akça kërkesën për një takim kokë më kokë me Papa Franceskun. Ai vurri lule në varrin e Gjon Paulit II. Mendoi se kjo mjafton, ka thënë për mediat italiane zëdhënësi i Selisë së Shenjtë Federico Lombardi.